Pyetja e dytë, a lejohet festimi i ditëlindjes për shembull të përgatitet një ëmbëlsirë që hahet me antarët e familjes ose ndonjë kushëri apo me kushëri dhe lejohet me ja urue ditëlindje dikujt na Zoti shpërblet. Jo, nuk lejohet as me festu ditëlindjen, as me bajt ditëlindjen, as me qitë ndonjë ëmbëlsim për ditëlindje, as me uru një tjetrit, as kur gjë. Këto janë bidate, nuk kanë punë me muslimanët kur gjë. Këto bidate na kanë ardhur dhe na prunën shpirtin e në fyt, në kena na punë me kësa bidate. Mos fotni bidate në din, s'pastrani dinin, adhuroni Allahun, qysh na ka parasit Allahu te bareke ve taala, dhe qysh na ka parasit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo me prezit dinin ton, me tradita dhe bidate, të cilat vijnë pe lindje dhe vijnë perëndimi, vijnë pe komunizmi, vijnë pe krishterizmi, vijnë pe evreizmi, vijnë pe botës lindore perëndimore dhe na përzin dhe feja që është përzi feja të krishterëve, është përzi feja e evrejve. Pa pyetje sa të krishterët. Pyeti, viti i ri, e kujt është? A është tyne, a është tyne? Pyeti, festimi i datëlindjeve, kujt është? Martesat këtë formë që i bojnë, a është tyne apo huja? Dhe shumë sene tjera, po edhe varrimi i të vdekurve, dhe ceremonitë fetare, dhe shumë gjëra tjera. Pyeti të krishterët. Pyeti, ama ata që din, të kujt janë? Nuk e din, por kanë tolerue. Telera pak aty, shopek aty, shope aty pak, edhe përzien gjanat, edhe nuk dihet më bëhet tradita, bëhet me fe bashk, nuk dallohet cila tradit, cila fe, cila është e futne, cila është bazë, dhe pështillë dhe krijohet një fe e re de facto. Andaj ne jemi të udhëruar në mënyrë të prerë që bidatet mos t'i lejojmë më futen din, sepse bidatet e shkatrojnë dinin. Bidatet janë më të rënda se sa haramet. Sepse haramet janë harame dhe din që janë harame. Musliman den kiamet e din që alkohol është haram. Dhe ka për muslimanve që pinë alkoholin, plet ka sa dush. E kanë pinë këtë pejgamberit musliman, tinza, ka në që ka pije. E ka pije dhe masandej, herë zbulohet dhe ndëshkohet dhe shumica nuk zbulohen. Po flas kur ka qenë dyja më marr, sepse sot hapta zi pinë alkoholin, por megjithatë ai nuk e dëmton fen ton, e dëmton fen e tina. Ndërsa fen tonë se dëmton, Islami nuk e dëmton. Ndërsa kur futen bidate dhe njerëz mendojnë se është prej feje, si për shembull shku me sill kollavorreve, me shku me prej atje kurban, me mendu se një traditë është pjesë e fesë, runa zot diçka, atëherë përzihet. Kjo është haram. Pra këto bidate të rënda, për atë arsye duhet luftuar bidatet më shumë se sa që luftohet harami, sepse janë haram dhe më të madh se sa harami. Allahu na qoftë në hajër, ya rabbil alamin, e na ruaj dinin, e na ruaj imanin dhe na bëf me tu me faqe të bardh dhe me vdekjen faqe të bardh, e me dal para Allahut me faqe të bardh, në mënyrë që të jem krenar, nesër kur dalëm para Allahut me këtë Islam dhe Allah i madhruar të ndriçon fytyrat tona e të na mëshiron atë botë, që na ka mëshiruar këtë botë, inshallah taala. Zoti është i kënaqur me neve sa të jem këtë dynja, i kënaqur me neve ditën që kena me vdek, i kënaqur me neve natën që kena me pyet natën e vorrit, i kënaqur me neve ditën që kena me dal para tina, ditën që kena me dhon llogari. Allah na forcoft të na mëshiroft, ya rabbil alamin, dhe ta anën xhenet na qoft. Zoti din më së miri, wallahu alem. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.